Analisti Davir Sherifi, ftuar në emisionin Log në News 24, ka ngritur dyshime serioze mbi transparencën e projektit për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, duke aluduar për përfshirje të interesave ruse përmes biznesmenit Behgjet Pacolli. Sipas Sherifit, që nga viti 2021 kur u nënshkrua kontrata e koncesionarit me kompaninë e Behgjet Pacollit, ka pasur pikpyetje mbi origjinën e kapitalit të përdorur dhe destinacionin e mundshëm të përfitimeve, që në momentin e lidhjes së kontratës me Pacollin, ka pasur dyshime ai ka vendosur pasurinë në Rusi dhe Kazakistan. Ky dyshim ka qenë që në fillim deklaroi Sherifi, ai shtoi se aktiviteti ekonomik i Pacollit është i përqendruar kryesisht në Kazakistan, një shtet me lidhje të forta me Rusinë, ndërsa strukturat e tij në Zvicër janë më shumë formale. Zyrat e kompanisë së tij në Zvicër janë minimale, nga 20 metra katror. Gjithë aktiviteti real ndodhet në Kazakistan, tha Sherifi, duke ngritur dyshime për rrezikun e përfshirjes së ndikimit rus në projekte strategjike shqiptare. Behgjet Pacolli edhe një herë ka reaguar pas një serie raportimesh rreth një konteksti për aeroportin e Vlorës, për të cilën drejtësia në Shqipëri raportohet se ka filluar hetime. Pacolli thotë se ata që po analizojnë kontratën 100 milionëshe nuk e kanë haberin për të. Ai flet për keqbërës e llafazan në postimin e tij të plot. Krenar për vëllezërit e mi, ne e dim mirë se mirëqenia e vërtet fitohet vetëm me punë të ndershme dhe për kushtim. Ajo që fitohet me djersë është e qëndrueshme, e patjetërsueshme dhe të jep qetësi shpirtërore, pavarësisht se gjithmonë do të ketë bukë për buzës apo keqdashës që përpiqen të japin një konotacion tjetër. E për gjobdhënësit, ndonjëherë është për të qeshur kur sheh një ushtri të tërë llafazanësh e keqbërësish që mundohen të ngjiten si rriqna pas trupit, akoma më shumë margëtojnë ata të paditurit që përpiqen të analizojnë kontrata ndërkombëtare për termat e të cilave as nuk kanë dëgjuar ndonjëherë. Ju që po mundoheni të tregoni sikur dini diçka, merreni atë kontratë, 100 milionshin dhe konsultohuni me ndonjë kompani ndërkombëtare auditimi ose pyesni dikë tjetër kompetent, sepse po turpërohem kur mundoheni me komentuar atë me nivelin e inteligjencës suaj. E për dashamirët, ata le të shkaravisin sa të duan. Ne kemi një mision më të madh, të vazhdojmë traditën e trashëguar nga baballarët tanë, ta përcjellim dhe gjeneratat e reja, të respektojmë miqt, të shijojmë arritjet tona dhe të mbrojmë atë që kemi fituar me mund dhe sakrificë. Sa punojmë ne ju tregoj miqve të mi, mbrëm në të njëjtën orë të natës në 4 vëllezrit, po fluturonim njëkohësisht në drejtime të ndryshme të botës. Unë nga Lugano, Prishtinë për në Bagdad, Emini nga Ulan Bator, në Seul për në Tiranë, Afrimi nga Astana, në Stamboll për në Prishtinë, Selimi nga Mombasa, Addis Ababa për në Milano. Vetëm vazhdoni, Zoti i bekoft njerëzit e mirë, Zoti i bekoft vëllezërit e mi. Pak pasi gjykata mori vendim që të bllokojë çdo veprim të shoqërisë Mapco Construction SA në aeroportin e Vlorës, ka reaguar Behgjet Pacolli. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Pacolli shkruan se aeroporti po përfundon brenda afateve kontraktuale, duke kujdesur të lavdërojë vizionin estetik të kryeministrit Edi Rama. Ndërkohë ai jeth po ashtu akuza se nga Shqipëria po i bëhet një komplot për t'i marrë atë çka është e tija, duke ju referuar aeroportit të Vlorës. Çfarë është ky komplot i koordinuar në Shqipëri kundër emrit tim, pikërisht tani që ndërtimit e aeroportit po i vjen fundi? Çfarë janë këto ofendime? Kush po e orkestron këtë fushat shpifjesh dhe pse? Unë, përveç se po përpiqem të mbroj pronën time, nuk kam dhënë asnjë intervistë dhe nuk kam iniciuar asnjë proces gjyqësor që të shërbejë si shkak për përfolje. Duket qartë se dikush tjetër po merret me këto procese, ndërkohë që unë deri më sot nuk jam ftuar nga askush për të dhënë as dëshminë, as sqarimet e mia. Nuk jam më gati për lëshime për atë që është e imja, por nuk do të pranoj kurrë asgjë që nuk më takon. Kam dhënë kontributin tim të ndershëm me qindra miliona euro investime që vijnë 100% nga asetet e mia personale, të dokumentuara dhe të garantuara me fondet dhe kolateralet e mia private, asnjë qindark publike. Çdo gjë ka ardhur nga puna, besimi dhe sakrifica ime. Fakte, dokumentet dhe Zoti janë dëshmitar të qëllimeve të mia të mira. Dua të lënë në Vlorë një trashëgimi, duke e ditur mirë që ky investim me vështirësi do të rikthehet, por një gjë është e sigurt, nuk mund të duroj më këtë padrejtësi, ku përbaltet emri im, dinjiteti dhe investimi im. Këto sulme të organizuara do t'i përballoj me të vërtetën dhe me fakte në dorë. Në një koment poshtë statusit të tij, Pacolli thekson se ditët e fundit në media po qarkullojnë shkrime të sponsorizuara kundër tij, thashë theme e teori konspirative nga persona që Baca Behgjet thotë se u ka ndërprer tagjim për shkak të abuzimeve. Ditët e fundit po qarkullojnë artikuj të sponsorizuar, thashë theme e teori konspirative nga individët cilëve u ka ndërprer tagjim për shkak të abuzimeve evidente që kanë kryer,
besoi fort se drejtësia do të veprojë në mënyrë të paançme dhe ligjore, duke bërë detyrën e saj ashtu siç duhet, shton Pacolli. Reagimi i Begjet Pacollit vjen pas lajmeve për një vendim të gjykatës së Tiranës që vendosi të bllokojë çdo veprim të mundshëm të tij ndaj koncesionarit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës. Sipas vendimit, gjykata e Tiranës ka pranuar kërkesën e paraqitur dhe ka marrë masën e sigurimit të padis ndaj shoqërisë Vlora International Airport, duke pezulluar çdo vendim të planifikuar në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakëve, e cila ishte caktuar të mbahej me 20 tetor 2025. Gjithashtu, në bazë të këtij vendimi, pezullohet e drejta e votës së ortakut të shumicës, shoqërisë Mapco Construction SA, e drejtuar nga Begjet Pacolli, deri në regjistrimin e kontratës së shitjes së 49% të kuotave të kapitalit të shoqërisë via SHPK, të transferuara më 2 prill 2025 tek Blersi 2A Group SHPK. Ndërkohë, në një postim të 2 ditëve më parë, ish-presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ndau një mesazh entuziast për përfundimin e punimeve në aeroportin e Vlorës, të cilin e cilëson si një nga projektet më të mëdha private në infrastrukturën publike në Shqipëri. Aeroporti i Vlorës po përfundon brenda afatit kontraktual dhe po merr formën e një prej aeroporteve më moderne, më funksional dhe më të bukur në të gjithë rajonin, ka shkruar Pacolli. Ai madje vlerësoi edhe rolin personal të kryeministrit Edi Rama, duke theksuar vizionin e tij për dizajnin dhe zgjidhjet estetike të aeroportit. Sipas Pacollit, kjo vepër po shndërrohet në një butik aeroport unik në llojin e vet dhe krenari kombëtare. Aeroporti i Vlorës është hipotekuar si garanci financiare kundrejt një marrëveshjeje huaje midis Mapco Construction SA dhe Delfos Securities SAR për një shumë prej $100 milion marrë nga Begjet Pacolli në mars të këtij viti. Dokumenti që ka siguruar Gazeta Tema tregon një kontratë kredie midis Mapco Construction, që është huamarrësi, dhe Delfos Securities, që është huadhënësi, e datës 26 mars 2025 me një shumë totale prej €100 milion. Huadhënësi ka vendosur si kusht dorëzimin e dokumenteve ligjore, licencave, marrëveshjeve të koncesionit dhe garancive, si dhe miratimin nga autoritetet shqiptare dhe dorëzimin e pasqyrave financiare të vijas. Po ashtu, tek paketa e sigurisë është theksuar se duan garanci mbi të ardhurat e Vlora International Airport, përfshirë edhe garanci qeveritare, si dhe garancit mbi llogaritë e projektit. Në një marrëveshje anësore si aneks i kësaj marrëveshjeje, thuhet se Vlora International Airport do të bëhet bashkëhuamarrës pas fillimit të projektit. Para kësaj nuk kërkohet miratimi i qeverisë shqiptare, pra këtu qëndron pika kyçe në shkalimit të kontrollit të qeverisë mbi koncesionin dhe mundësinë e përfundimit të tij në një fond investimesh offshore, pas të cilit qëndrojnë investitorë rus dhe kazak. Totali i shumës është facility amount, $100 milion, ndërsa shuma e angazhuar është $97 milion. Qëllimi është financimi i ndërtimit dhe operimit të aeroportit ndërkombëtar të Vlorës dhe shpenzimeve të përgjithshme kooperative e lidhura me këtë projekt. Periudha e interesit është 1 vit pas dispursimit dhe çdo vit më pas, ndërsa termat kryesor financiar janë me interes fillestar 7.625% në vit. Interesi për vonesat shkon nga 9.625% deri në 13.625% në varësi të kohëzgjatjes së mospagimit. Pra, pagesa e këstit do të bëhet çdo vit me detyrim për të shlyer të paktën 20% të shumës së UAS në çdo vit të fundit të periudhës së UAS. Huadhënësi ka vënë si kusht dorëzimin e dokumenteve ligjore, licencave, marrëveshjeve të koncesionit dhe garancive, si dhe miratimin nga autoritetet shqiptare dhe dorëzimin e pasqyrave financiare të vijas. Në paketën e sigurisë përcaktohet qartë se duan garanci mbi të ardhurat e aeroportit të Vlorës, përfshirë garancinë qeveritare dhe garancit mbi llogaritë e projektit. Nga një hetim më i thelluar kuptohet se Delfos Security, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e inkorporuar sipas ligjeve të Luksemburgut, është një subjekt i pasiguruar i titullarizimit sipas ligjit të Luksemburgut të datës 22 mars 2004. Selia e saj është në adresën Antoni Jans në Luksemburg dhe është e regjistruar në regjistrin e tregtisë dhe shoqërive të këtij vendi me numrin B291432. Kompania përfaqësohet nga Bart Turtleboom, banues në Zvicër, mbajtës i pasaportës zvicerane që vepron në emër të ndarjes së saj. Pra, financuesi i saj real është Compartment Bernina, e cila është një kompani offshore. Nga ana tjetër, Bart Turtleboom ka qenë i përfshirë në klubin e Parisit me Rusin, veçanërisht në lidhje me borxhin rus ndaj këtij klubi, si pjesë e rëndësishme e karrierës së tij në financa ndërkombëtare. Ai ka punuar në transaksione që kanë të bëjnë me Rusin dhe tregjet në zhvillim, ndërsa Compartment Bernina formalisht nuk dihet kush e zotëron, por pas saj qëndrojnë personazhe nga Kazakistani dhe Rusia.